Shkojnë 300-350. Në Hungari po, ata konsumojnë në krahasim me ne shumë pak bukë. Çakullimin duhet me pas shumë për më mrit diçka. Unë jam familjar këtu, kemi edhe punëtor. Furrën e bukës tash për tash është bën shumë kallaj me hap, me çel si biznes. Po bën problem me majt. Kohën e studentëve që jesën pak ma tepër si bukë, si burek, shkojnë 300-350. Asë qysh, kur nuk është një numër i sakt. Her ma shumë, her ma pak. Në saktësi këto në furën si lloj fati, si lotari diqysh. Një ditë jesin shumë, një ditë jesin pak. Mundohesh me qit hajt pak ma shumë, t'jesin edhe ma shumë. Mundohesh me alon pak me qit klypën ma shumë. Kjo në puna furës nuk ka kur stabile. Po na i disponojmë 4-5 lloje bukëve, kemi bukët normale të gjatët që shkojnë të na, kemi bukë të shtëpisë, tani për bukët e shtëpisë bëhen me pak në procedurë sa këto që kemi mbrapa. To bëhen në mënyrë pak më të gjatë, në një farë mënyrë si moti. Veç që janë përshpejtu pak procedura, të është një brumë i hollë, prit gatuhet pak ma shumë, tharm ka ma pak, pa vitamin, pritet pak një 20 minuta, gatuhet pak ma shumë, edhe tani duhet me prit brumin një 20 minuta, po unë kam punu pak edhe në Hungari. Ma larg nuk jam kanë, në Hungari po, ata konsumojnë në krahasim me ne shumë pak bukë. Na edhe nuk i intereson a është e nxehtë, a është e ftoftë, të na e konsumojmë shumë ma shumë edhe nxehtë sidomos. Po pak a shumë nuk po më varet veç prej millit. Se koha e pandemisë, po edhe koha e krizës luftës në Ukrainë e kanë çrregullu pak tregun. Tash rroga punëtorëve ka rrymën pak e kanë shtrejtu. Materialet nuk janë që do kanë rënë pak a shumë, po jo krejt. Dhe ato po ndikojnë shumë të na. Tash të në Kosovë, unë pak a shumë i di rregullat edhe në Hungari, të në Kosovë pak ma ndryshe si çakullimin duhet me pas shumë për më mrit diçka. Unë jam familjar këtu, kemi edhe punëtor, po kryesisht familjar jemi 5-6 familjar që punojmë vetë. Edhe po bëma diçka, se më kanë veç për punëtor është problem. Furrën e bukës tash për tash është bën shumë kallaj me hap, me çel si biznes. Po bën problem me majt, me vazhdu, me pas kvalitet, cilësi. Se fuqia punëtore po shkojnë jashtë. Edhe na kryesisht punojmë me njerëz për anës tonë, si dijmë na hasjan që jemi mirë me këtë profesion. Janë hapë dyert e Europës edhe po shkojnë shumica jashtë, se fitimi o maj mirë, punë ka ma pak. A këtu të na besëm që duhet me punu shumë, edhe pse mendoj që na fitojmë shumë për së bashkë. Pa fitim si jemi, se mos po pas fitim edhe sërim, po në krahasim me shtetet e jashtme, shumë duhet me bas punë për më mbjetu. Na buka bardh përmban kryp, tharm, edhe më varet për milleve, ka njëherë qesën vitamin, ka njëherë jo. Më varet qysh i pasurojnë mullinet. Se tash nuk më varet gjithë shka për neve furagjive. Më varet edhe për mullinet. Millet e silosit e përdor pa kur far vitamin hiq, që është i pasuruar për fabrike. To millet tjera më varet për cilët çfarë vitamina kanë mrena. Po kriza e banit vetën se
pak edhe na si popull u panikavëm, edhe tani ka ardhur miell pika mimosit. Të unë njerëz banor që kanë pas miell në përbanesa që janë tut, janë fregu, kanë mbledh miell, kanë prunë miell që s'ku mujt m'ja thanu, miell I zi shumë. Edhe pa asaj përket neve na jemi furnizuar pi depove. Ato kanë pas miellin edhe kur të gjendja stabile mundet më lujt mielli, nuk është gjithçka stabil kur, se mbahet pi grunit, mbahet pi kushteve, qysh prodhohet. Nuk është e thone që merr për shembull pi një fabrikë edhe ki gjithë cilësinë e njëjtë. Jo. Edhe pse e pagun ashta çmimin ama çtrek.